Kur djali të bëhet vajzë, kur vajza të bëhet djalë dhe kur dielli të lind nga krahu i kundërt, pra nga perëndimi, do të prishet bota. Këtë thoshin pleqtë e motshëm shqiptar dhe unë doja t'ju pyesja juve. Kishin të drejtë apo ja fusnin kot? Bile pleqtë e motshëm thoshin që kur të vi kiameti i madh, jo vetëm që dielli do të lind nga ana tjetër, por ata që do mbeten do hanë me lugë floriri. Tani, për sa i përket të treja këtyre gjasave, le ta diskutojmë. Ta diskutojmë së bashku nëse është e vërtet ajo që thoshin pleqtë e motshëm dhe si e kishin parashikuar ata, sepse ky është problemi kryesor. Duhet të dini që nuk kishte vetëm fajlet e Epsteinit për të treguar që po ndryshon gjenetika e njeriut, sepse për ata që nuk e dinë, Epstein në fajlet e tij shkruhet se ai kërkonte që të modifikonte gjenetikisht disa vajza të reja. Ato ishin rreth 20-25, okej, mund të jenë edhe 50, mund të kenë qenë edhe 100, por nuk është ky problemi. Sepse problemi kryesor është ajo që ai thoshte nëpër emaile me disa biolog, ku vërtetohet që edhe në mënyrë shkencore që diçka po ndodh me njeriu vitet e fundit. Nuk ishte pse të flitej në fajlet e Epsteinit, do t'ju them se përse. Këto problematika kanë lindur që nga vitet 2000, madje edhe më përpara, por nga vitet 2000 janë theksuar. Sepse duhet të dini që kam parë një dokumentar disa herë, një dokumentar që e ka shfaqur Rai, por është dokumentar gjerman, ku flitet për disa të rinj, pra adoleshent që kanë lindur me gjokse. Pra adoleshent që po rriten në numër, pra përqindja e tyre po rritet në numër. Dhe nuk kuptohet se përse, disa e hedhin fajin ushqimit, disa mënyrën e jetesës, disa sepse nuk jemi në kontakt më me natyrën, e të tjera akoma thonë që po ndërhyjet në mënyrë gjenetike. Askush nuk e di se çfarë po ndodh. Megjithatë po ndodh, sepse ky është problemi. Pra po ndodh që të rinjt e sotëm po kthehen në, unë nuk kam asgjë kundër një gay apo kundër një bile kohët e fundit po lindin edhe hermafrodit. Nuk e di e dini apo jo, por kohët e fundit, me fjalë duke filluar nga viti 2010-2013, kanë filluar të lindin edhe hermafrodit, që janë as mashkull, as femër. Dhe si është e mundur që tani po theksojnë gjithmonë më shumë. E përsërisht e njerë, s'kam asgjë kundër askujt, por dua ta diskutoj këtë sepse dua të kuptoj se çfarë po ndodh dhe ndaj dua ta diskutoj me ju, sepse padyshim mes jush nëpër shok, miq, familjar apo ku ta di unë, mund të ketë probleme të tilla dhe ndoshta diskutimet tona, përveç se mund të informohemi mes nesh, por mund edhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Unë dua ta kuptoj sepse dua të di personalisht informacione, por njëkohësisht edhe sepse kemi familje. Ndonse ajo familje që ne pretendonim dikur që çdo gjë bëhesh për familjen, me sa duket po luftohet kundër familjes, sepse sot, nëse keni vënë, familja po shpërbëhet. Dhe ky nuk është faji i njerëzve, absolutisht jo. Sepse njerëzit janë vetëm sklever, bëjnë atë çka punojnë dhe kaq. Por është pjesë e atyre që kanë organizuar këtë. Duhet të dini që deri nga vitet 1900 nuk punonte gruaja. Gruaja rrinte në shtëpi, rriste fëmijët dhe bënte gjellën. Lante, bënte gjellën për burrin dhe për fëmijët. Por disa tipa, pikërisht nga vitet 1900, vendosin që të vendosnin grua në punë. Dhe çfarë bën? Ja hoqën fëmijët grave dhe i vendosin fëmijët nëpër çerdhe, nëpër shkolla orfanotrofe, me fjalë që të bënin të mundur që gruaja ti thoshte burri, ti s'ke çfarë bën tani në shtëpi nëse nuk e fëmijët. Dhe kështu që e futën grua në punë. Dhe çfarë bën? Po të njëjtat të ardhurat, sepse më përpara mendoj që kishte më shumë të ardhura financiare që merrte më shumë burri, i ndan ato të ardhura financiare sepse ato janë. Buxheti financiar botror ai është, edhe një shteti. Por i ndan ato, gjysmat ja dhan gruas dhe gjysmat ja dhan burrit. Dhe e vendosën gruan që t'ishte aty. Kjo bëri ndryshime të mëdha. Nuk bëri vetëm ndryshime në familje, nuk bëri vetëm përçarje në familje, por bëri edhe individualizmin. Ky është problemi kryesor. Dhe nga këtu fillon edhe shpërbërja e një familje. Është shkërmoqur familja, është thërmuar dhe është bërë cop-cop. Me fjalë sot janë shumë pak ata që mbajnë familje sepse është detyruar nga ligjet e gjithanshme, pra pikërisht nga këto ecuri që të shkatërroj familjen. Nëse e keni vënë, sot gruaja kërkon me çdo kusht që të ketë barazi. Dhe njëkohësisht edhe burri nga ana tjetër, por ka një problem. Burri, ndonse
e di shumë mirë që gruaja kërkon barazi, ai në qoftë se thot për shembull një burr, shiko më kapi ajo gruaja, nuk ja çan kokën askush nuk do t'ja di. Por në qoftë se gruaja guxon të thot gjysmë fjale, që ky më kapi apo ky më tha apo dhe mos jetë e vërtet, në vend do ta marrin atë, do ta arrestojnë. Pse? Sepse i japin prioritet, pra siç u thash, gjinisë femërore. Nuk është se nuk duhet japin prioritet. Nuk po themi këtë, por është e rëndësishme të nënvizohet që në ky prioritet po thërmon familjen dhe po krijon individualizmin. Ndoshta për ata qëllimi i tyre ky është, pra të përbëj njerëzit të bëj individualizim. Po ta shikoni për shembull në Amerikë, deri në moshën 16, maksimum 18 vjeç rrinë nëpër shtëpia. Pastaj janë të detyruar që të dalin nga shtëpia. E kanë detyruar vajzën apo djalin që të iki nga shtëpia. Disa thonë që është mirë sepse formohet psikologjikisht, punon, është i ndërgjegjshëm, pra fëmia. Nga ana tjetër, thonë që jo, nuk është kështu. Për shembull, në fakt po ta shikoni në shtëpitë dhe familjet mesdhetare, nuk është ky ligj, si mund të quhet, social. Pra fëmia rri derisa të ketë mundësi me fjalë që të martohet dhe të iki të bëjë punën e vet, të bëjë një familje, madje ndonjëherë edhe qëndrojnë të gjithë bashkë brenda një familje së bashku me prindrit dhe i mban djali i vogël apo vajza e vogël apo ndoshta edhe ndahen dhe rrinë veç prindrit, pak rëndësi ka, por kanë lidhje të forta. Pra nuk është si në Amerikë, por kanë lidhje më të forta, po flas në mesdhe. Dhe pyetja ime është, si mendoni ju, është më mirë siç e bëjnë amerikanët apo siç bëhet në mesdhe? Dhe tjetra, çfarë mendimi keni për këto problemet e fundit? Sepse problemi i gjenetikës nuk është vetëm një problem i 1%-je të vogël, por është një problem madhor në mbar botën. Pse kjo? Sepse së pari njerë krijon edhe kaos në të gjitha racat dhe në të gjitha gjinit. Pse? Sepse nëse keni vëre, nëse ka një gay për shembull, ose një hermafrodit, apo një vajzë lesbike për shembull, apo ku ta di unë, të gjitha këto po ta shikoni kanë probleme me shoqërinë. Pra, do kush do thot po mirë, nga një moment, me fjalë, nga diku duhet fillohet dhe kështu që ka filluar. Sepse programi, sipas të dhënave, është që të arrihet deri në vitin 2050 që të ketë një gjini të vetme. Nuk do ketë nën, nuk do ketë emër bab, nuk do ketë grua apo burr, por do jetë, me fjalë, nuk do të ketë atë shenjën F apo M. Mbajini mend këtë, deri në vitin 2050 kjo do të hiqet. Pra emri nën, emri bab do të ketë vetëm vendin se ku ka lindur. Për moment pastaj do hiqet dhe ajo, por megjithatë, vendi se ku ka lindur dhe nuk do të ketë më as F as M. Me fjalë, as femër as mashkull. Dhe kjo po është shkruar sepse ka dhe një projekt për këtë nga Bashkimi Evropian, pikërisht për këtë që të heqi aftësinë dhe emrin e nënës një fëmije. Ky është një projekt që po zbatohet në të gjitha shtetet ballkanike, që ta dini. Dhe shikojeni, kërkojeni sepse duhet ta gjeni. Flasim ndonjëherë kështu, i thjeshtëzojmë gjërat, i thjeshtësojmë sepse jo i thjeshtësojmë sepse duhet që të pak të informojmë pak, sepse më mirë të informojmë pak se sa mos të informojmë fare, apo jo. Dhe po thosha, në këtë dokumentarin që kam parë për shembull, ky dokumentari gjerman e Gjeni, thuhet që jo vetëm meshkujt, me fjalë adoleshentët e rinj, djemtë e rinj, po lindin një pjesë prej tyre, po lindin me gjokse, por edhe vajzat po lindin ndryshe. Pra kanë dëshira mashkullore. Çdo gjë kanë të lindur, me fjalë, si të jenë meshkuj brenda. Mënyrën e të ecurit, mënyrën e të folurit, duan të ndryshojnë gjini etj. Dhe sikur mos të kenë pjesë të gjenetikës mashkullore. Bile disa insistojnë
ose disa edhe mbyllen në vetvete dhe krijojnë psikoza që të pashoq, sepse shiko, këto probleme gjenetike nëse janë në gen dhe në ADN-n e njeriut, krijojnë probleme të rënda për atë njeri, me një fjalë komplekse të papara. Dhe këto janë fillimet, por më vonë mendohet që do të ketë një problem akoma më madhor, sepse do të jenë më shumë. Sot janë më pak, mendohet që të jenë rreth 13%, që është një shumë jashtëzakonisht e madhe. Bajeni mend, 13%. Disa nuk e thonë publikisht, për fjalë keni me dhjetra. Shiko, mendohet që njeriu ka lindur bi, ka lindur me fjalë edhe mashkull edhe femër, sepse ka të njëjtat instinkte një mashkull të femre ose një femre të një mashkulli. Dhe thuhet që njeriu ka lindur i tillë. Dakord, por ne deri tani jemi mësuar me këtë mënyrë, pra të jetojmë ne si meshkuj, të jetojmë meshkuj dhe femrat të jetojnë si femra. Dhe për ne një situatë e tillë është vërtet komplekse tani. Merrni mend, e tani duke folur për shembull, un kam një discussion, si mund të quhet, një ndjenjë, nuk e di, më vjen kështu, sepse jemi rritur në këtë forum, kemi krijuar familje. Pra, si mendoni ju, pse duhet të ndodhin këto dhe a është fillimi i një fundi të trisht? Sepse, siç u thash dhe më përpara, unë mendoj që të moshuarit kishin të drejtë. Kishin të drejtë sepse ky është vetëm fillimi i, si quhet, i turbullirave ose i tribolacione, që quhet këtej, që do të thotë që është fillimi i një fundi të trisht. Dhe tani sapo kanë filluar problemet, kanë filluar një 10 vjeçar, po ja ta zëmë edhe 20 vjeçar. Merreni me mend tani pas 20 apo 30 viteve se çfarë mund të ndodhë. Megjithatë, unë them që këto pikat që thoshin të moshuarit, për shembull edhe stinët që janë spostuar, unë them se po i afrohet. Pra, ajo e gjenetikës që mashkulli do të lind djalë, do të lind vajzë dhe vajza do të lind djalë, unë them se ka filluar. Dhe tjetra, për sa i përket dielli që do të lind nga ana tjetër, për aq sa unë kuptoj, mendoj se ky është vetëm fillimi dhe së shpejti mund edhe të ndodhë. Megjithatë, pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse këto prekin secilin prej nesh, bile fëmijët tanë dhe gjeneratat tona. Ju çfarë mendimi keni? Pres, ju përqafoj.